Nga një arrest për kanosje, rasti mori kthes dramatike. Polici i tretë i afrohet ndërsa ai është i pafuqishëm dhe pa rezistencë e godet me forcë. Në vend të një ndalimi të qetë, ata ushtruan keqtrajtim fizik ndaj një të arrestuari. Një ngjarje shqetësuese është regjistruar me 28 qershor në oborrin e një shtëpie në Klinë. 3 zyrtarë policor, të cilët kishin shkuar për të arrestuar një qytetar si të dyshuar për veprën penale kanosje, përfunduan vetë duke kryer një vepër penale. Pamjet e siguruara nga insajderi tregojnë qartë momentin kur 2 prej policëve e kapin për duar të dyshuarin Driton Krasniqi dhe tentojnë të arrestojnë. Ndërkohë polici i tretë i afrohet ndërsa ai është i pafuqishëm dhe pa rezistencë e godet me forcë. Goditja duket e qëllimshme dhe brutale, përballë një personi që nuk paraqiste asnjë rrezik, të paktën jo në atë moment kur vetëse ishte i prangosur nga ana e 2 zyrtarëve të tjerë policor. Nga një arrest për kanosje, rasti mori kthes dramatike. Aty ku policët do duhej të zbatonin ligjin, ata e tejkaluan atë. Në vend të një ndalimi të qetë, ata ushtruan keqtrajtim fizik ndaj një të arrestuari që tashmë ishte nën kontrollin e tyre. Zyrtarisht, prokuroria dhe inspektorati policor i Kosovës kanë vepruar. 3 zyrtarët Nezir Gashi, Enis Elezaj dhe Shkëlqim Salia janë arrestuar dhe ndaluar për 48 orë në ndyshimin për keqtrajtim gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare. Më parë, më saktë dielën IPK kishte rekomanduar suspendimin e tyre, ndërsa hetimet për rastin janë ende në vazhdim. Çka është më tronditse sipas IPK-s, deklaratat dhe raportet zyrtare të policëve nuk përputhen me pamjet e ingjizuara, duke ngritur dyshime serioze edhe për manipulime të raportit zyrtar. Dhe tash lind pyetja që kërkon përgjigje. A do të ishin marrë ndonjë mas ndaj këtyre zyrtarëve policor nëse këto pamje nuk do të ishin publikuar?